Minnesota përballet me ankth dhe protesta pas arrestimeve dhe vrasjes së Rene Good. Klima e tensionuar në Minneapolis dhe San Paulo thellua në fundjavë, ndërsa komunitetet e emigrantëve dhe aktivistët do përballen me një valë të re operacionesh të forta të forcave federale të sigurisë. Qytetet binjake ende tronditur nga vrasja e Rene Good, tha një oficer i ICE javën e kaluar, u përgatitën për atë që Departamenti i Sigurisë Kombëtare ka quajtur operacionin më i madh për zbatimin e ligjit. Në një lagje të Minneapolis, protestuesit u mblodhen përgjatë rrugëve duke britur ndaj agjentëve të armatosur, duke i goditur me gur, me fishkëllima, me boritje makinave dhe me daulle për të penguar arrestimet. Agjentët dogjën derën në një shtëpi dhe morën një burr në pranga, ndërsa një grua që doli nga banesa deklaroi se ai ishte bashorti i saj. Disa protestues u spërkatën me kimikate gjatë përplasjes. Kemi parë një rritje masive të pranisë të forcave federale në lagjet tona, deklaroi Jason Chavez, antar i Këshillit Bashkiak të Minneapolis dhe biri i emigrantëve meksikan. Njerëzit raportojnë vazhdimisht se ku po shfaqen agjentët, ndërkohë në vendin ku 37 vjeçaria Rene Good u qellua për vdekje nga një oficer i ICE, banorët vendosën roje vullnetare në çdo cep rruge dhe në temperatura 9-0 për të sinjalizuar çdo lëvizje të agjentëve federativ. Sipas organizatës së drejtave të njerëzit UNIDOS, në Minnesota mbi 20.000 persona janë trajnuar qysh prej vitit 2024 për të shërbyer si vëzhgues të operacioneve federale. Protestat deri tani kanë qenë kryesisht paqësore, por tensionet janë të larta dhe frika se po përhapen në komunitet. Për këtë arsye, shkollat publike të Minneapolis njoftuan se nga e hëna do të kalojnë mësimin online për një muaj për shmangur rrezikun e nxënësve gjatë operacioneve të vazhdueshme. Ndërsa operacionet e DHS-it pritet të vazhdojnë dhe në ditët në vijim, banorët e Minnesotës po përgatiten për një periudhë pasigurt të mbushur me protesta, panik edhe kërkesë.